Këta urmatës të Kecit u bën shkaktar që subjektet opozitare dje ta lëshojnë mbledhjen e Asamblesë Komunale në Gjakov me arsyetimin se nuk kanë arsye që të revokohet vendimi më parshëm i Kuvendit të Komunës. Asambleistët e opozitës nga AAK dhe Vetëvendosje ishin kundër tërheqjes së këtij vendimi, me arsyetimin se kjo është vetëm përfitim financiar për Kecin dhe jo për të mirën e banorëve të komunës. Një vendim i tillë është inicu nga vetë pozita. Ka qenë i kompletuar me material të mjaftueshëm, ka kalu atë kohë në për Komitetin për Politikë e Financa, pastaj në Asamblenë Komunale, sot kërkohet që të revokohet një vendim i tillë pa material të mjaftueshëm. Nuk ka pas paktën as një shkresë që Kec i ka drejtuar Kuvendit apo i ka drejtuar kryetares personalisht, mbi bazën e cilit kërkohet që arsyeja pse do të revokohet, nga kërkohet të revokohet ky vendim. E para është mungesa materialit, pra mungesa të dhënave pse ne duhet të marrim vendim për revokim të një vendimi të mëhershëm. E dyta ka qenë për arsye që vetë kërkesa e kompanisë Kec është totalisht e parasyshme dhe në kundërshtim me interesin e qytetarëve, ndërsa arsyeja e tretë ka qenë vetë ardha pas 2 ore e kryetarës së komunës në mbledhje për të na bërë presion neve që të ndrojmë mendje dhe të votat të shkojnë në favor të këtij vendimi. Ndërkohë që mendim krejtë ndryshe ka kryesuesi i Asamblesë. Si duket nga ata është vërejt që një pjesë e Asamblesëve mungojnë sot, ne kanë vërejt që me të heqjen e tyre nuk do të kemi quorum që ta vazhdojmë mbledhjen deri në fund, dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore. Përndryshe kanë qenë 2 pika që interesojnë banorëve të komunës Gjakovës dhe nuk shoh arsye tjetër. Unë mendoj që nuk kanë pas ndonjë arsye me lëshu sallën. Për shkak se ne këtu jemi me debatu dhe si pozitë dhe si opozitë, me shtjellu gjitha temat, me dhënë mendimet e veta, dhe atëherë faktikisht vijmë te një mendim cili është më i miri. Dhe besoj dje që pa asnjë arsye ka lëshu sallën. Nga ana tjetër, mbledhja djeshme e Asamblesë Komunale në Gjakov ka zgjatur mbi 8 orë, por jo vetëm dje, ka një vit që mbledhjet e të përzgjedhurve të popullit zgjasin me orë të tëra, duke bërë që vetë asambleistët t'i braktisin seancat. Dalin me leje e pa leje për të folur, diskutojnë tema që as pak nuk janë në rend të ditës. Dikush mbron interesat e subjektit që përfaqëson pa menduar për nevojën e atyre që i ka votuar, e dikush as që interesohet se çka po flitet këtu. Ka asambleist që për një vit asnjëherë nuk ka folur në mbledhje, e disa të tjerë nuk përtojnë të dalin nga 10 herë për një çështje, duke dhunuar kështu edhe kohën e atyre që janë prezent në seancat e Asamblesë Komunale. Përfaqësuesit e popullit kanë mendime të ndryshme për atë se pse po zgjasin mbledhjet e Kuvendit të Komunës. Ka pas disa herë që ka pas mungesë të dokumentacionit për të qenë sa më pak diskutime, debatit jetë sa më konstruktiv. Mendoj se çdo fjalim i secilit këshilltar komunal që merr fjalë e ka peshën e vet dhe rëndësinë e vet, megjithatë mendoj se duhet shefat e grupeve të bëjnë një kufizim. Gjatësia e mbledhjeve të Kuvendit Komunal ndoshta nuk ka pas në shumë raste, nuk ka nevojë të zgjasin edhe ka gjatë, mirë po këtu nuk shoh diçka të keqe, këtu shoh një formë të demokracisë, do të thotë që shtjellohen gjitha pikat rënd të ditës në detale, mirën shumë mendime, debatohet, dhe atëherë mendojmë që vihet deri te një mendim më i favorshëm për qytetarët e komunës Gjakovës. Defektin e shohim te vetë organet e komunës. Ne kemi formuar shumë komitete dhe komisione dhe materialet që vinë drejt asamblesëve për mbledhjen e asamblesë nuk kalojnë përmes këtyre komisioneve dhe komiteteve dhe për këtë arsye seancat zgjatin në diskutime për shkak se ne nuk kemi përfundime profesionale nga këto komitete. Rrëdhëmisht secili asamblesë pastaj e merr fjalën dhe seancat stërgjaten dhe bëhet debate nganjëherë edhe të parasyshme dhe devijojnë deri te debatet personale. Një pjesë asamblesë vin pa përgatitur. Jeni që shpjegoj dhe të thotë rrugën se si shkon deri te ndërtimi i agjendës se cilat pika futen në Asamblenë Komunale. Ditën e parë, do të thotë se cilit muaj, unë e dërgoj një qarkor, dhe e qarkor shkon për drejtarët, shkon për zyrën e kryetarës, shkon edhe për shefët e grupeve. Dhe në bazë të kësaj qarkore do të thotë ipen propozimet për Komitet për Politikë dhe Financë. Dhe nga aty do të thotë trajtohen dhe vendosen se cilat pika hyjnë në Asamblenë Komunale. Do të thotë kjo është një procedurë pothuajse 30 ditore. Dhe në këto 30 ditë të vish në Asamblenë Komunale,
ka raste, do thotë kur çojnë me diskutu i shef, që nuk e ka të kjuar për shembull se cili është master plan, cili është planifikimi strategjik, cili është plani aksional, dhe gjitha këto pastaj shkaktojnë prolongime. Pavarësisht kësaj, shumë asambleistë akuzojnë mediat se nuk po qëndrojnë deri në fund të mbledhjeve dhe përpasoj publiku po mbetet i painformuar lidhur me çështje të rëndësishme. Mediat nuk duhet të akuzojnë sepse edhe ju keni një orar punë. Pastaj di në nivelin lokal se sa ka mundësi do thotë të mbulohet televizioni ju të mbulojë do thotë krejt kohën sa zgjasim mbledhjet tonë në asamblenë komunale. E dyta nuk regjistrohet. Gjithçka regjistrohet, ju dini që ne jemi në lidhje direkte me Ministrinë e Administrimit për Pushtetit Lokal dhe çdo mbledhje deri në fund do të thotë për cilën. Në anën tjetër, shefat e grupeve e kanë mundësinë do thotë që të kanë edhe komunikata për shtyp, nëse ju mungon diçka. Do thotë ata mund të plotësojnë ato qëndrimet e veta dhe unë nuk mund të akuzoj asnjë shtëpi mediatike do thotë që nuk është krejt kohën këtu në sonë asamblesë komunale. Në fundit, jam i bindur në atë që këtu duhet rritet kualiteti i debatit. Unë nuk besoj që ka ndonjë vend për akuzë për media, sepse në gjatësinë deri në shtator kur zgjat një mbledhje, kuptohet që mediat kanë edhe palë të tjera edhe lajme të tjera që duhet t'i përcjellin, prandaj nuk i akuzojnë, por besoj që mediat ato pikat kryesore dhe vendimet gjithmonë i marrin dhe i prezantojnë drejt për vendimin tim. Mediat e kanë me interes me i përcjell këto ngjarje për t'ju sjell përmjet syrit kamerës tyre çdo gjë që diskutohet, bisedohet, sepse në kuvendin e komunës Gjakovë diskutohen hallet, shqetësimet dhe preokupimet e qytetarëve kryesisht dhe mendoj se është interes që prezenca juve me qenë vazhdimsi. Është mirë të shikojnë të gjitha mundësitë që mediat të përcjellin gjithë seancën, por duhet të shkojë edhe komuna të bëjë një mekanizëm se si mediave t'ju përcjellet i gjithë materiali i mbledhjeve, që mediat të mos jenë të detyruar të qëndrojnë tërë ditën aty. Edhe në fund të theksojmë se si pasojë e lëshimit të seancës së djeshme, kanë mbetur pa ushqyrtuar edhe 2 pika, siç ishte rasti i votimit të deklaratës për kallëzim penal ndaj ministrit Serb Jablanović dhe mbështetjes së 14.000 nënshkrimeve të qytetarëve të komunës së Gjakovës. Si pikë tjetër që mbeti pa ushqyrtuar ishte edhe ndryshimi i vendimit për shtëpitë të kthyerve, projekt ky që financohet nga Komisioni Evropian. Se si do të veprohet në muajt e ardhshëm, mbetet te ndërgjegja e të përzgjedhurëve tanë të shihet se sa të përgjegjshëm janë ata kur është fjala për diskutimin e çështjeve jetike për banorët e komunës.